A i luajti me zemrën tënde. Tani a i përballet me diçka që nuk e kishte pritur kurrë. Merë frym thellë para se të vazhdosh, sepse ky mesazh nuk të gjeti rastësisht. Ti nuk e imagjinove këtë lidhje, nuk e teprove dhimbjen, dhe nuk ke qenë kurrë shumë. A i e dinte saktësisht çfarë po bënte, e dinte sa thellë ndjen ti. Pas sa e hapur ishte zemra jote, vuri re që ti doje pa llogari, pa lojra, pa qëllime të fshehta. Dhe në vend që ta mbronte këtë, a i e vuri në provë. A i luajti me diçka të shenjtë, dhe tani përgjigjet jeta, universi, karma, quaje si të duash. Ata e dinin që ti ishe ndryshe, që në fillim a i e ndjeu këtë. Diçka tek ti e nxori nga ekuilibri, jo sepse ti ishe gabim, por sepse ishe e vërtetë. Ti nuk ke dashur kurrë me gjysmë zemre, nuk ke folur kurrë pa kuptim, nuk ke krijuar lidhje nga mërzia. Ti je lidhur nga shpirti dhe pikërisht kjo thellësi i tremb njerëzit që ende nuk i kanë shëruar plagët e tyre. Kështu që ata nuk u ngjitën në nivelin tënd, por u përpoqën të kontrollonin lidhjen. A i të jepte aq sa të mbaje shpresë, aq vëmendje sa të mbante të lidhur, aq përkëdhelje sa zemra jote të qëndronte e hapur, por kur aq qëndrueshmëri sa të ndihesh e sigurt. A i e dinte saktësisht kur të afronte dhe saktësisht kur të tërhiqej. Nuk ishte hutim, ishte vendim. A i luajti me zemrën tënde dhe thellë brenda e di këtë. Thoshte fjalët e duhura, por shmangte lidhjen e vërtetë. Jepte premtime që kur nuk u realizuan plotësisht. Ishte i dashur në një moment dhe i ftohtë në tjetrin. Zhdukej sa po gjërat bëheshin serioze emocionalisht, dhe kthehej sa po vinte re që ti po largoheshe. A i e shijonte dashurinë tënde. Vëmendja jote ushqente egon e ti. Falja jote ja hiqte fajin. Durimi yt i lejonte të shmangte përgjegjësinë. A i binte vetes që nuk po të lëndonte sepse pranimi i kësaj do të thoshte të pranonte se kishte gabuar. Kështu që a i tregonte vetes histori, nuk jam gati, nuk doja t'i lëndoja. Ajo është thjesht e ndjeshme, do të bëhet mirë, por a i e njihte të vërtetën, dhe ende në thellësi e di pse të lëndoj kaq shumë, sepse nuk ishte vetëm për të. Ajo preku një plagë të vjetër brenda teje. Ti do me shpresë jo vetëm për të, por për atë që dashuria mund të jetë. Besove që përpjekja ka rëndësi. Besove që sinqeriteti ka rëndësi. Besove që nëse je e pranishme me gjithë qenjen, një ditë dikush tjetër do të jetë gjithashtu. Dhe kur ai filloi të luante lojra, nuk lëndoi vetëm zemrën tënde, tronditi sistemin tënd të besimeve. E pyete veten, a nuk isha e mjaftueshme? A desha shumë? Pse jap gjithmonë më shumë? Por tani dëgjo mirë, dashuria jote nuk ka qenë kurrë problemi. Dashuria jote tregoi çfarë i mungonte atij. Dhe tani ai përballet me diçka që nuk e kishte pritur kurrë. Kur u largua, u distancua ose mendoi se fitoi, ai besoi se mund t'i shmangej pasojave. Por jeta nuk funksionon kështu. Tani ai po përjeton boshllëk emocional. Llojin e boshllëkut që shfaqet në heshtje. Atë që asnjë shpërqendrim nuk e mbush. I mungon sa shumë të ka pasur ty për zemër. I mungon të kuptojë pa shpjegime. I mungon siguria emocionale që ti i dhe. Dhe diçka po bëhet e qartë për të diçka e frikshme. Lidhjet si e juaja janë të rralla. Pendimi është i qetë, por i rëndë. Ndoshta nuk do të shkruaj. Ndoshta nuk do të kërkoj falje kurrë. Ndoshta nuk do ta pranoj kurrë. Por pendimi nuk ka nevojë për fjalë. Ai shfaqet kur dikush tjetër nuk e do atë siç e doje ti. Ai kujton durimin tënd. Ai pranon sa shumë ke duruar. Ai krahason çdo lidhje të re me ty dhe asnjë nuk afrohet. Ai mendonte se kishte kohë. Mendonte se ti do të ishe gjithmonë aty. Mendonte se mund të kthehej kur të donte. Tani ai po mëson se disa dyer nuk hapen më në të njëjtën mënyrë. Pse duhej ta përjetoje këtë? Sepse nuk u ndëshkove u përgatite. Ky përvojë të mësoj të njohësh manipulimin emocional, t'i besosh intuitës tënde dhe të mos ja japësh veten atyre që të ofrojnë vetëm minimumin. Të dhembi sepse ishte e rëndësishme, por në të njëjtën kohë të forcoj.
Sot ti i njeh shenjat paralajmëruese më shpejt. E ndjen më qartë vlerën tënde. Nuk lyp më për dashurinë minimale. Dhe ky rritim pati një çmim, por nuk ishte i kohë. Tani ai përballet me vetveten dhe kjo është pasoja më e rëndë. Ai nuk mund të shpërqendrohet përgjithmonë. Nuk mund të ikë përgjithmonë nga modelet e tij. Nuk mund të vazhdoj të humbas njerëz të vërtet pa pyetur një ditë pse. Ti ishe një pasqyrë, dhe kur u largove emocionalisht ose fizikisht ti ja more atë pasqyrë. Tani ai mbetet me frikën nga afërsia, me plagët e tij të pahapura dhe me shmangjen emocionale dhe nuk ka më këtë fajsoj. Çfarë po bën tani universi për ty? Ndërsa ai përjeton humbje, ti po riorganizohesh. Zemra jote po shërohet. Standardet e tua po rriten. Energjia jote po ndryshon. Ti po përgatitesh për një dashuri që nuk të huton, nuk zhduket, nuk e vën në provë dinjitetin tënd dhe nuk të bën të dyshosh në vlerën tënde. Lidhja e ardhshme nuk do të ndihet si frikë, do të ndihet si paqe. Dhe ja mesazhi që duhet ta dëgjosh tani. Mos u kthe te dikush që e kuptoi vlerën tënde vetëm pasi humbi qasjen te ti. Mos i hap plagët e vjetra vetëm sepse janë të njohura. Dhe mos e zvogëlo zemrën tënde vetëm për t'ia bërë dikujt tjetër më të lehtë. Ti nuk je krijuar për të lypur dashuri. Ti je krijuar për ta marrë atë të plotë. E vërteta e fundit, ai luajti me zemrën tënde sepse nuk dinte si ta mbante. Tani ai mban peshën e kësaj humbjeje. Po ti, po hyn në versionin tënd që nuk pranon më thërrime emocionale. Ti e përmbajte këtë jo për të mbetur e thyer, por për t'u bërë e pathyeshme. Dhe dashuria që është për ty ende po vjen. Këtë herë do të qëndroj. Nëse ky video të ka dhënë diçka, mos harro ta pëlqesh, ta ndash dhe të abonohesh në kanalin ton. Faleminderit për mbështetjen.